prishën senet veç i gjunë, maqina, gjunë. Nuk po punoj me i regullu senet, duhet me punu në qashtje. Jo me qilë kanalja për fundi, s'po më gënë burri, e hajde për bëj një dashnor. S'po më dënë gruja, për bëj një dashnore. Atan, kanalja për fundi të volinës, jenë ato e hup energjin në vend gabum. Unë mendoj si nuk po mirëm shumë me aspektin emocional, po ato qëfar na shohim, aspekti fizik, unë shpesh e diskutoj edhe mendoj si problemi kryesore se na jetën e kemi bo shumë si përfaqësore. Na përveç aspektit fizik, na jemi dhe qenje shpirtnore, kështu që ndjenjat emocionet që kuj kemi lënë anash, edhe po punojmë vetëm në aspekti material. E prandaj kemi probleme, shëndeti mendor është në shifrat ma alarmante ndonjëherë. Jo veç në Kosovë, po në krejt botën. Sepse po gjemë puna këtyne kanaleve të mshefta. Nuk po punojnë me emocionet. Puna që sa gjithojnë kanale të mshefta. Nuk po punojnë me vetën e vetë. Vaksinës që Ele vaksinës. Pa dyshim të kanë diku dhe lufta dhe ko akoma ma shumë. Të nash mentaliteti dyfisht. Unë mendoj me thonë drejt, unë mendoj si shëndeti mendor është shumë a i rujtun të na se në venet e zhvillume. Edhe e dini pse sa do pak një moshe caktume, për shambull neve për afërsisht jemi rritë në një shoqëni ma sociale, mendoj si kjo e ka rujtë shëndetin mendor, sepse edhe mendoj ato qëfar na kemi përjetu si luftën, ngjarje, represioni me vitet të tëra. Ajo qëfar neve na ka rujtë ka qenë socializimi njoni me tjetrin, ndomja problemeve, që do të thotë, ti kini problem, nuk është vetëm yti, në takon edhe mu, edhe se cilit. Do me thonë, nuk ka qenë individualiste gjithçka. Tash gjithçka është vetëm unë edhe kaq. Atër ka qenë ne. Kështu që prandaj mendoj si shoqni akoma e kemi pak këtë dashnin për njëni tjetrin, lidhjet me familje, prandaj na kanë rujtë, mendoj. Unë e kam thënë... Na kanë me edhe pak Po, viqë edhe pak. Andin. Unë shpesh bisedoj për ishat e mi edhe thëmë, unë babën e djemëve të mi, ndoshta kur njët mo, nuk kisha mujtë mi pas burë, jo s'kisha mujtë, jo ndoshta po 100%, ama kisha pas qef mi pas partner në biznis. Abdin, edhe pse lëndimet ka ndodhë, pjesë e mirat karakterit ti duhet mi avlerësu. Edhe nuk guxojmë me i selektu njerëzit, që më thonë kjo fletora njerëzve të mirë, e kjo fletora njerëzve të këqij. Burri keq po bobi mirë. Po, për mu burri keq po bobi mirë. Po, bobi mirë. Antigona jo me origin nga Gjakova, nga pjesa e Gjakovës. Edhe të na thojnë, nuk bën me i hup 100 pite për një laknor. Kështu që duhet me i baraspeshu edhe të mirat, edhe ato gabimet, e jo gjithmonë për një moment dikush ka qenë shumë i mirë, edhe pa prit pa kujtu, bosh shumë i keq, jo nuk ka ekstreme. Në është e shkon mirë na, masina të folë për foljen e hatrit me diskutu, se kena arru hatri këtina, hajtë se pja fali, hatri këtina. Jo, da hatri ku këna veç. Jo, në vëq folje me goj. Në ka i qiki, hajtë se po ta fali, në qatën, unë e menej qenë sana. Ama mrena ajo nuk është falja mrena. Unë po flasë në aspektin emocional fal, ti ndoshta nuk i thu kur si kom fal, ama ti e ninë si e ke falja. Kena me mrit të falja e gjaqeve me këtë pikpamja? Jo, ideja është që shambull tash këtë rast një familjar të thët, apo të një